vite, apo edhe qoftë muaj, që rinë aty, sepse dinë socializohen dhe dinë se si të luajnë me fëmijët e tjerë. Shumë mirë. Super. Po për Sehire, se kena vetë edhe profesorja Shardemir? Sehire, Magjit? Po Magjit. A ekzistojnë edhe a i nje shkenca psikologjisë? Shkenca psikologjisë beson më shumë tek energjit. Beson që qatë besosh ti, do e tërheqësh, do e bësh, por jo në mënyrën magjike. Ju si psikologe, çka mendoni se Unë si psikologe mendoj që manifestimet ekzistojnë, po jo në mënyrë magjike, në mënyrë psikologjike. Pra është në anglisht quhet self-fulfilling theory, që do më thënë teoria e gjithë që ti arrin ta plotësosh. Pra nëse unë sot do vija në emision me idenë se ju më keni shumë inat, unë do reagoja sikur ti më ke shumë inat dhe emisioni nuk do ishte i bukur. Është vërtet. Ti do më kishe inat në fund. Që të vinë do më sa vetë nga. Nëse unë vi me idenë se ti më ke qef, me zonë ke pritur, normalisht që do reagoja ndryshe, emisioni do dilte i bukur, me vërtet do më kishe qef, me zërë do më kishe pritur një herë tjetër. Shumë vërtet, shumë vërtet. Kështu që ke kjo besoj, unë jo tek magjia. E tha ma herë që pikturoj në kështu vizatone. Po, unë pikturoj, vizatoj, ta bina një flet me pikturu sonte diçka? Në fakt e kam sjell unë një tablo, se nuk më duk një flet për të sjell këtu. A kjo ka diçka publik, a? Nëse regjia mund të më ndihmohet, ma kaloj pak? Është një portret i yti, bashkë me emrin e emisionit. Bravo, ja, është emri në fund. Ti e ke pikturuar? Po, unë e kam pikturuar. Me çka, me laps? Me laps, po, vetëm me laps. Karikaturë ku ka? Jo, karikatura është më shumë bullizuese fyese, kjo është një portret. Po vjen mirë se pas ke qit knezaj, fytyrën më pas ke vë pa. Emisioni, televizioni vetëm fytyrën nxjerr. Po, një edhe tillë më pas ke. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do të kite për sjelljen, faleminderit shumë. Hey, krejt fund se më të ishta më të vetë edhe për jetën private, domethënë a je lidhje, martune, po nashta edhe një e re? Jo, unë jam fokusuar në karrierën time, jam fokusuar që të plotsoj veten time, dhe kur të arri atë stadin më të lartë vetë plotësimit, atëherë do filloj të mendoj për gjërat e tjera. Po kështu me reklama me kështu, apo merresh si influencerat, ka të njerëz që shkruajnë në Instagram, se kishe followesa shumë? Absolutisht ka, por unë kam një dyqan timin, një biznes timin, dhe kam vendosur që imazhin tim t'ja jap vetëm atij biznesi. Ki dyqan të veshje? Unë kam një dyqan veshjesh edhe dua që imazhi im të mbetet i imi, prandaj. Kjo orë për Shqipërisë na ke bën derë. Atëherë është Ego Albania. Ego Albania. Po. Me çka ka veshje për femra? Po, ka veshje për femra, ka veshje për meshkuj, është. Qysh me lip në Instagram Ego? Ego Albania. Ego Albania. Po. Aty e ki me prezim online, a? Në bazë të një bashkëpunimi që unë kam pas bërë me një kompani shumë të famshme angleze, Ego, atëherë vendosa që pas disa bashkëpunimesh ta sillja edhe në Shqipëri dhe tani është në Tiranë. Pjesë e Top nuk i, a? Pjesë e Top Channel nuk i mo? Pjesë e Top Channel është shtëpia ime, kanë thënë ato, Top Channel është shtëpi. Kështu që sa herë që të më therasin, unë jam aty, edhe do mundohem që gjithmonë mos t'i pres kontaktet me atë. E dua shumë si emision se aty jam rritur televizisht. Unë falenderoj shumë që gjete ku në mësinë edhe erdhe nga Shqipëria, të fola i ban shumë profesor Jashar Demirit, edhe Dirën, e Lirën e kam shumë shuqe, edhe për fund e këshmi ndjek edhe një balot për Altinazirit, e të falenderoj shumë. Falenderit, do të ditë për sëmë, sigurisht. Falenderit shumë, falenderit. E vin vapora tojnane bregut deti O dile shifni mojnana serte breti E po dile shifni mojnana serte E gjysma knojshin mojnane, gjysma qajshin E po nga një letër mojnan vi lajte qajshin E po nga një letër
ka një letër mojnane, qojnë vilajte, e po që 7 vjeto mojnana, presin grate. E po që 7 vjeto mojnana, presin grate. E mos na priqin mojnane për 7 vjete, e po leti marrin mojnane burat pleqe. Marin mojnane burat pleqe. E burat pleqo mojnane, pleq me mjekën, e po inshallah vjen, o more shoknaj, dhe vërtjetën. E po inshallah vjen, o mojnanaj, dhe Ju falenderit shumë.